Sabataj Zevi është një figurë e rrallë dhe e harruar historisë fetare dhe kulturore, e cila rivjen në një qasje për të shpërfaqur njohjen dhe qartësuar pamjen e këtij personazhi të jashtëzakonshëm, këtij profeti hebrej shekullit të 17, i veçpallur si Mesia, i cili ka lënë gjurmë të thella në historinë e komuniteteve hebraike dhe në territoret shqiptare, veçanërisht në qytetet e Beratit dhe Ulqinit. Ndër ata hulumtues dhe ngulmues të ditëmërisë së panjohurës që e kanë paraprirë nxjerrjen e kësaj figure dhe harrimi është Moikom Seqo, por jo vetëm ai, përmes kërkimeve të thetuara, ballafaqimit të fakteve dhe shqyrtimit të hipotezave, na afrohet një pamje e kthjellët dhe pasqyre detajuar mbi jetën, veprën dhe ndikimin e Zevit, si në Shqipëri, ashtu dhe në Malin e Zi, duke hedhur dritë mbi një kapitull të panjohur të historisë sonë kombëtare dhe ndikimin e saj figure, në rolin që patën shqiptarët në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, dhe përkatësimin identitar që vendosëm ne si shqiptar, përmes bashkëjetesës fetare në botë kuptimin religjioz. Sabataj Zevi është një figurë në një rrëmuj zakonesh, sekretesh dhe besimesh tradicionale, që i përkasin një identiteti rajonal që i ka rënjët në misterizmin, tolerancën dhe ndërthurjen fetare. I konsideruar nga shumë hebrej si një shënim historie, Sabataj Zevi është megjithatë një simbol për disa malazez dhe shqiptar, i identitetit tyre të dallueshëm, si dhe një urnë ndërfetare dhe ndërkulturore me perëndimin dhe judaizmin, sipas Eliez Papo, një studiues i historisë hebraike të Ballkanit në Universitetin Ben Gurion në Izrael. Ndoshta pak veta e din që një nga figurat më të habitshme të kulturës hebraike, Sabataj Zevi, ka pasur një lidhje të veçantë me shqiptarët. Ky profet hebrej lindur në Izmir të Turqisë në 1626 u veçpall Mesia dhe themeloi një lëvizje mesianike që tronditi botën hebreike të asaj kohe. Në moshë të re Zevi tregoi prirje të mëdha intelektuale dhe u bë pjesë e elitës rabinike. Ai kishte një talent të jashtëzakonshëm muzikor dhe një zë melodioz, me të cilën të rishte njerëzit dhe u fliste për Zotin. Duke u bazuar në librat profetik të Biblës, veçanërisht në librin e Danielit dhe librat e Isaisit, ai shpalli se Zotin e kishin caktuar atë si Mesinë e vërtet. Megjithatë, në 1666, përballë presionit të autoriteteve osmane, Zevi u detyrua të konvertohej në Islam, një akt që tronditi ndjekësit e tij. Pas konvertimit, ai u internua në qytetin e Ulqinit, ku kaloi vitet e fundit të jetës së tij. Tradita popullore shqiptare mban mend se ai kaloi 10 vitet e fundit të jetës në kudhën e Balçajve, ku njej me emrin Mehmet Efendia. Në Ulqin ai mbylli sytë dhe varri i tij në formën e një tybeje ruhet ende në oborrin e një shtëpie myslimane. Gjurmët e Zevit në Ulqin janë të dukshme dhe në 2 altare hebraike në kudhën e Balçave, pra të cilët mendohet se ai lutej fshehurazi Zotit të tij. Sipas studiuesit ulqinak Rushdi Ushaku, është e sigurt që Zevi ka vdekur në Ulqin. Ekziston ende një kult dhe disa legjenda për të në këtë qytet.